Kjo është pamja e pallatit Riviera 1 përpara ndërhyrjes madhore nga administratori licencuar Gazmir Selimi. Si brenda ashtu edhe jashtë objektit, situata ishte skandaloze, duke paraqitur edhe rrezikshmëri për jetën e banorëve. Pas më shumë se një viti nga realizimi i këtij investimit të përgjithshëm, pamja e pallatit ka ndryshuar 100%. Aktualisht, pjesa më e madhe e punës ka përfunduar. Administratori Selimi thotë se në këtë objekt, të ndërtuar gati 30 vite më parë, është bërë një punë kolosale. Pjesa e bordit të pallatit, që është një bord shumë i shëndosh, që me këmbguljen dhe me e tyre arriti në këtë pikë. Dhe është për çdo pallat tjetër në qytetin tonë, është e domosdoshme zgjedhja e bordit të pallatit për arsye se ata janë pika kyçe dhe ndërlidhse midis banorëve dhe administratorit, që dhe banorët të kenë besim te punët që do zhvillohen. Banorët thonë se është bërë një punë shumë e mirë fal përkushtimit të administratorit Gazmir Selimi. Këto ndërhyrje sjellin rritjen e vlerës së pronës, thon banorët. Me ardhjen e administratorit filluan rregullimet dhe është bërë një punë e mirë, pavarësisht se banorët jo të gjithë janë në gjendje që të pagonin investimet, por me luftë me njëri tjetrin arritëm që të jemi këtu ku jemi. Dhe është një nga pallatet më të mira, mendoj, jo më të rejat, se është dhe i vjetër, po që është pallat me kushtet shumë të mira. Me kushtet shumë të mira. Dhe tani kjo sill dhe rritjen e vlerës pronës. Po, se jemi në një vend të mirë dhe rritet vlera. Pra, ardhi administratorit ka ndryshuar gjithçka. Po, ardhi administratorit ndryshoi komplet, se sa do ne mundoheshim, po asnjëri nuk ishte dhe duhesh një fuqi. Keni bashkëpunimin e mirë me administratorin? Po. Me mirëmbajtjen, biles jemi çik borxhli ndaj tij, se jo të gjithë neve kemi paguar ato që duhet që janë investuar në pallat. Biles kanë mbetur ca gjëra mangut, por do mundohemi që se pensionist jemi. Qershia mbitor tek kësaj ndërhyrje në fund do të jetë një ashensor i ri, për të cilin puna nis së shpejti, pasi ai ekzistues është në një situatë jo të mirë. Tani jemi në momentet që para një jave kemi bizetuar me bordin edhe me banorët e pallatit për pjesën e ashensorit, që në gjithë qytetin e Vlorës ashensorët janë pjesa më kritike dhe më që duhet një evolim total, ndaç nga institucionet, ndaç nga këto se dhe banorët janë pjesë septike që e kërkojnë ashensorin në momentin që prishet. Realisht është vendosur që ashensori do bëhet i ri, ky që është do hiqet dhe po merren preventivet për të parë cila kompani do ketë mundësinë që të ofrojë çmimin më të mirë dhe standardin më të mirë të ashensorit. Atë gjendje që mund ta keni filmuar juve është se ne duhet të mbledhim lekët për të bërë një ashensor të ri ose remont kapital, se është mbi 25 vjet ashensor. Do ta bëni këtë ri? Dhe do ta bëjmë. Kemi nisur bizetimet dhe duhet të mbledhim ofertat e para dhe duhet të mbledhim çik me kështu. Lekës si gjithmonë. Po lekës si gjithmonë, se ja dhe ajo zonja që shkoj, ajo është vetëm me 15.000 lek pension, çfarë mund të bëj. Nuk e dim se sa do jetë oferta, por që do mundohemi që pallatet me administrator janë gjithmonë në gjendje të mirë dhe rrisin vlerën e apartamenteve. Duke parë transformimin e pallatit Riviera 1, janë nxitur edhe banorët ngjitur në pallatin Riviera 2, të cilët kanë kërkuar ndërhyrje nga administratori Gazmir Selimi. Ky fundit ka nisur administrimin edhe në këtë godinë. Ajo gjendet në një situatë kaotike të infrastrukturës dhe sigurisë, ndaj ndërhyrja do të jetë e gjithanshme. Këtu jemi tek Riviera 2, siç e quajmë, nga muaji shtator dhe në vazhdim ka filluar administrimin dhe tek kjo godinë, për arsye se janë dy godina të lidhura me njëra tjetrën. Dhe duke parë banorët që ndryshimin që është bërë në Riviera 1 dhe kanë qenë totalisht dhe me padurim kur do fillojmë punimet edhe këtej. Është mbledhur një shumë e konsiderueshme për fillimin e punimeve, të themi të drejtën, gjithmonë siç e përmenda edhe pak më parë që bordi i pallatit është gjëja më kryesore në çdo pallat. Për arsye, prandaj edhe në dokumentacione, prandaj edhe
vendimi dhe ligji i ri 55/2025 e ka nxjerrë që vendimet dhe investimet merren nga bordi i pallatit. Prandaj është. Dhe këtu siç shikoni pa mirë, siç i kemi patur andaj është vërtet për të ardhur keq. Të shikojmë çdo gjë hap mbas hapi do ndryshohet. Do filloj nga punët, ne nga nesër presim lejen nga ujësjellësi se do bëhet linja totalisht e re. Presim kemi bërë kërkesë ujësjellësit për na dhënë një leje për ndërhyrje në për sahatët e ujit. Kemi bërë një kërkesë edhe te Kosheja për riparimin dhe spostimin e bokseve elektrik, që patjetër duhet i falenderoj që të dyja që kanë dhënë një ndihmës dhe na janë gjendur në bashkëpunim që dhe ne dalim sa më serioz te pjesa e banorëve. Kjo është pjesë kryesore që dhe të dy drejtorët realisht na kanë dhënë ndihmë te kjo pjesë. Pushimet parashikojnë lyerje totale, shtrimin me pllaka nga e para, kalimin e fijeve të internetit, këto që janë këtu do largohen të gjitha, do kalojnë me tubacione të gjitha të reja. Do vendoset linja ujit të re, sistemim pastrimi i bolierëve dhe në fund pastaj do jetë dhe ashensori që do me sa shikoj në bazë të mbledhjeve që kemi bërë që dhe këtu do kaloj ashensori i ri. Sipas administratorit Gazmir Selimi, transparenca është shumë e rëndësishme ndaj çdo shpenzim për investimet e kryera është i publikuar. Kjo është lista e punimeve që do ndiqet sipas radhës. Duke filluar që nga riparimin e linjës së ujit, to janë 2 oferta dhe materialet që duhen që të jemi sa më shumë transparent me banorët. Dhe prandaj i kemi afishuar, këto që janë të afishuara këtu janë dhe në grupin e WhatsAppit që ne kemi me gjithë banorët, që banorët në çdo kohë dhe ata që nuk ndodhen në Shqipëri, që ndodhen jashtë shtetit, e ndjekin hap pas hapi çdo situatë të kësaj gjë. Dhe prandaj kemi afishuar që çdo gjë të jetë sa më transparente. Dhe banorët të dinë se ku shkon leku i tyre. Administrimi i pallateve është një art më vete, kërkon durim dhe përkushtim. Shoqata administratorëve të qytetit të Vlorës pohet hapa të rëndësishëm në një punë që edhe pse është kolosale dhe me sfida duket se ka nisur mbar. Gazmir Selimi, administratori i licencuar nga Bashkia e Vlorës, e ka marrë si sfidë ndryshimin rrënjësor tashmë edhe të pallatit Riviera 2, si kundër ka bërë tek objektet që kanë administrim. Një bashkëtesë në komunitet me rregulla dhe standarde është çelësi i suksesit, zhvillimit dhe mbi të gjitha një nga direktivat kryesor të Bashkimit Evropian, ku të gjithë ne synojmë të aspirojmë.